Një ditë pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha falenderoi administratën e presidentit Trump, që korrigjoi sipas tij një padrejtësi të administratës së mëparshme. Në një konferencë me gazetarët, Berisha sqaroi se tashmë sanksionet ndaj tij janë hequr. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë se nuk është në listën, është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hynë në Shtetet Bashkuara. Sali Berisha s'ka qenë kurrë non grata. Shpallja non grata bazohet në Konventin e Vjenës, kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Berisha vuri në duke se sanksionet janë hequr edhe ndaj familjes së tij. Thelbi i çështjes zotëri është ai që Departamenti i Shtetit deklaroi se Sali Berisha mund të hyjë në Shtetet e Bashkuara dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Pikë. Së dyti, ky vendim nuk është vetëm për personin, por është dhe për familjen e tij. Nga ana tjetër, gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor ditën e krijimit të Partisë Socialiste si antimiting ndaj protestës qytetare. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike. Gjoja po festoi 85 vjetorin e Partisë Krimit. Berisha përsëriti se Partia Demokratike mbështet protestën e qytetarëve që vazhdon prej pothuaj 2 javësh.